harro që këta dalin gjallë për i këtushi. Edhe në që se forcat sërbe depërtojnë pozicionet tona, unë kam i vra, kanë një me dërta. Gjallë nuk imi marë. Sërbë kanë arë me automjet ato, kanë hasë në rezistencë, dhe më tonë, s'ka pas nevoj asë më shkëmby, asë një fishek, janë dërzu. Me rani se kanë pas që nuk kanë, ka shkojnë, i kemi trajtur. Mirë, me konventat luftës, dhe më tonë që duhet, me hangër, me shmbatje, ushqim, cigare. Bile, edhe apo në mundësin që përmes telefonit satelitor të kontaktojnë çdo njëri me familjet vetë. Në fshatin këtë ka qenë kazerë Marmaz Jugoslave. Në atë kohë ata nisë një kamion i forcave jugoslave është rrotulluar. Edhe këtyne i ka dhënë urën pe kazerën e Mitrovicës që të shkojnë drejtim të kazerës Kutlovsit, kanë qenë forcat armike, edhe ta kurinarë në Stari Tërk, në vend me shku në djallë pi kazerës, kanë vazhdu drejt pozicioneve tona. Me arë, pozicionet e pare e këna pas në Mazheq, atër vëzhgus tonë e kanë vrejt, që një kompanjoll e forcave armike është duke arë në drejtim tonën. Atër në këm urnu si kanë në brigade që të largohen barikadat për rrugë edhe t'i lamë depërtojnë në thellësi deri kanë mrien fshatin Bare. Bare ka qenë policia ushtarake, ka qenë njësia speciale, vendoshën shkolla të. Njëkohësisht e këna pas edhe kuzhinën që ka qenë në fabrikën e tekstilit, që ka qenë e mëhershme atë. Prita ju shbo në fshatin Bare. Mes policisë ushtarake, tash mos shkoj mena, me përmen se i di edhe kush o kam, po mënona që përgjithësi gjithë se na shqiptarët ke marak me tonë, jo, unë ju konë, jo ajo konë. Po në konë policia ushtarake dhe njësia speciale, bashkëpunim me komandë brigadës me disa prur që kanë qillu, rastisht kanë qillu ato. Unë kam qenë në Kaçanull, me generalin Raman, duke i përcjell antarët e shtabit përgjithshëm për zonë të Llapit. Ka qenë Jakub Krasniqi, Rambuja, nuk e di akon edhe Bisnis Rapi, së kujtohet. Më thonë, e di që i kemi përcjellani. Edhe në Radio Lidhe, na tregojnë edhe kthejmë. Sërbët kanë arë me automjet ato, kanë hasë në rezistencë, dhe më thonë, s'ka pas nevoj asë më shkëmby, asë një fishek, janë dërzu. Me rani se kanë pas që nuk kanë, ka shkojnë, po ka qenë edhe një urni i nën oficirit sërbë, që ju ka tonë ushtarëve sërbë që asë një mos shteni, dërzën e armatimin, edhe janë dërzu. Derisa kemi mri në ato, normal, ushtarët i kanë qarmatos, i kanë lidh, i kanë prangos, është gjë normale, edhe kemi marrë, i kemi vendosë në shkollën e Vajgorës. Mund të ndikon mas, një ore, kanë arë vëzhgus tërkombëtar, në ato që kanë qenë OSCE-ja, me një parë lloj presione që vetëm me i liruë. I kishëm edhe prezencën e shtabit përgjithshëm, do të thonë që jeshin anena, njëkohësisht na duke më i majt pak edhe më sheft që mos me ditë vëzhgues ndërkombëtar që janë ata. Atëherë bos përvoja fëmijat më hershme të luftës në Bosnë e Kroaci që nuk i liroj, edhe në bisedë me stafin e komandës brigadës, ju kom tregu që nuk i lirojna, po keme lyp këmbim të rëbet luftës. Është një përparësi për neve, se shtin edhe forcat armike me të njohë si ushtri, po edhe faktorin ndërkombëtar dhe të merë një mësim që të paktën që këtu ka është një ushtri, nuk kemi paramilitar, po jemi të luftu për vendin tonë. Kur kam pa që jemi të vendosur, atëherë kam fillu negociatat. Negociatat shumicën e kohës janë zhvillu me shtabin e përgjithshëm. Ata kam pas një kërkesë për meje që mëngjes të mbrëmje mi vizitue. Mi këshyr ajo në gjallë. Kanë qenë 8, kanë qenë 7 ushtar, edhe një nën-oficier. Sërbë, edhe kemi na. Çdo mëngjes i kam vizitue, i kemi trajtur mirë, me konventat luftës, që duhet, me hangër, me shmbatje, ushqim, cigare. Bile edhe apo në mundësin që përmes telefonit satelitor të kontaktojnë çdo njëri me familjet vetë, që të regon që jonë në zonën rrap nga shtëria shqiptare Kosovën. Në zonën gjithë kanë bisedu me familjarët vetë,
ju kanë treguar që jemi shnosh e mirë, po jemi të arrestuar nga Shoqëria Qendrore e Kosovës. Kanë filluar presionet pe vëzhguesët ndërkombëtar, jo kanë mysulmuar, jo gjitha mënyrat vetëm për me lirue, po tam kemi qenë në vendas. Në shmëri është dashje. Të paktën në atë kohë fort edhe nuk ju besoj shumë edhe vëzhguesve, u duf kemi janë ndru vendin, me ngjese mbrome që mos minon të njëjtin vend, po sa orë kanë ndoshta ata me po i kena pru gjithë njëjtin vend. Jo kena pru në shkollë Bajgore Stren, i kanë po që gjithë janë mirë. Bisedimet gjitha i ka zhvilluar shtabi përgjithshëm. Për lirime për to, vetëm ta kanë qenë burgosën të na. Më kujtohet një rast kur jam tërhiq. Vëzhgues ndërkombëtar ata në pikë këtij momenti, ta nuk morëm ta na përgjithësi, na ta tërhiqëm ta prit në sulmin e forcave serbe. E di që ata në përgjigjen atij vëzhguesit ndërkombëtar ka qenë anglez më duket. I thonë që të punë e pres. Si sot, si nesër, si paraditi, si masditi, na përshtaj na dole. Dim që si me ta, si pa ta, na jemi dole këto që përmishtru venin tonë që presëm konfliktin. Ndihmesën shumë të madhe, na ka dhënë një përkthyse, që ka qenë e vëzhguesve ndërkombëtar. U tërheqën vëzhguesve ndërkombëtar, shkuan në staritër, kush miniera. Përkthysja që ka qenë shqiptare, duke dalë ma ka lyp numrin e telefonit. Ama numrin e telefonit edhe kallëzoj që ka kohë, kanë orë stari tërk. Edhe ka qenë problemi kush mundi si pare më na sulmue. A ushtëria e rregullt, a paramilitarët. Ata kanë pas një farë kacafytje një mes vete. Gjithmonë duke na lajmërue kja përkthysja shqiptare që ka qenë. Edhe po më thëtë që pikë janës pe Majdanit tonë shmajt, ushtëria e rregullt po niset marrë musulmuese njësit paramilitare këto që kanë qenë policisë këto nuk po dojnë, po dojnë mi shti ushtarët e rregullt që kanë qenë. Atëherë i komandon urën komandant të batalionit, Hasan Bretenit që pozicionohet edhe t'ja bëjmë një prit që është duhet ty në ushtarëve. I kemi lanë bukur nga të vyt, jena vyt, ka fillu shkëmbimi zjarrit atë, ka pas vramë, bukur shumë ty në të vramë, pej pjesëtarëve tonë nuk ka qenë i plagosur asnjës, edhe mas asoj beteje, kanë thirrë vëzhgues ndërkombëtar që mos gjuni se po vina natë. Kur kanë orë tanaj me krejt tjetër pretekst. Nuk bisedeshin për me i lirue, po ka mundësi tash i lënë forcat armiko mi tërheq kufomat e tyne. Domethënë që ti marrin kufomat, ja kemi mundësu tash po. Mundi mi tërheq kufomat e juve. Edhe ka fillue bisedimet që ka zhvilluar shtabi i përgjithshëm derisa që janë marrë vesh që bëhet këmbimi i rrëbëve të luftës me 9 pjesëtar të SHK-s. Atëherë na shkëlajmëru neve që çdo sen është krye, pjesëtarët të ushtrisë shqiptare veç i kanë dorëzuar në vëzhgues ndërkombëtar në Dragobel, atëherë është koha që edhe na ti dorëzojmë serb që kanë qenë ushtarë serb, që u dorëzojmë vëzhgues ndërkombëtar, atëherë së bashku me njësinë speciale dhe policinë ushtarake, i kemi dorëzuar deri në daljet të fshatit Bare në Mazheq, ja kemi dorëzuar vëzhguesve ndërkombëtar, të burgosurit i kanë marrë. Më kujtuat si sot që i kanë që me renin në kazerë ushtarake Tarmos Jugoslavën në Mitrovici ka qenë, edhe kemi përcjellë në atë kohë në Euronews, që kanë dhënë që çdo njëri prej tyre, domethënë, nuk ka pas një fjalë të keqe ndaj pjesëtarëve ose ndaj ushtrisë shqiptare të Kosovës. Domethënë, çdo që është në prononcim i tyre që janë prononcuar në media që kanë pas sjellje korrekte pjesëtarë të UÇK-s ndaj tyre. Po, njëkohësisht i kemi edhe sot, domethënë që keni edhe në rrjetet sociale, në YouTube është një non e një malazezi që ka qenë, që thëtë fol ushtrisë shqiptare, sot do ne kam djalin gjallë, edhe kam dezertu jam, jashtë në Gjermani kam dalë. Po tyne kam djalin gjallë. Qëllimi i tyne ka qenë që e prorët e tyne, ata me vedije plot i kanë qitë kur të ushtarët e vetë. Domethënë me një farë preteksti, domethënë që të paktën që na nuk kam prit për neve që të paktën na do të bëjnë një prit ose një kurt asaj që të shtim ata më dërzues. Ata kanë menu që na kena me shtin ta me rënë edhe kena me vra.
po më thamë, zgjuarësia jonë, edhe po më që dojnë me depërtu në territor ma thellë, atëri këmë të urnuar, liran javë rrugën, letë hinë sa ma thellë në territor tonë, mas i kemi në kontrol, edhe ti në zomë rëbë. Në më tonë se ishtë momenti fundit që të paktën dhe ushtria qërimtare të bën një veprim që duhet që të paktën edhe fakturin ndërkombëtar, tani është si ushtri qërimtare, por njëkohësisht edhe forca sërbe të tregojmë që edhe na jemi ushtri. Qofse dënë, atëre kemi bove që këmbim të rëmbet luktës, se nuk mund shme marë bashkë që ashtu. Unë vëta, më kujtohet një rast shumë i ashpër që këm pas me vëzhgusë ndërkombëtar. Do të thonë që dhe një farë presioni, atë një presion psiqik, që veç duhet mi dërzue, e prit një forca sërbe, ju kanë mi sulmu që ka, ju kanë mi anena, dhe që këmë tonë, o te zotnit. Harro që këta dalin gjallë për këtu ushe. Edhe në që se forca sërbe depërtojnë pozicionet tona, unë kam i vra, kanë një me dërta. Gjallë nuk imi marë. Në mund, deri se kam po, vendosshmërin që me të vërtet jemi të vendos, edhe kemi pas përkrajen, përkrajen e komplet ushtarët brigadës 141 pas zonës Shalës. Por njëkohësisht anaj filloi edhe përkraja dhe gjitha zonave të shikës, që ne epshim përkraja dhe mbështetje që mos mi liru. Edhe kur nuk ka qenë mendje tonë që dojmë liru, pa këmbim të robet luktës kur nuk kishim liruar.